Ambasador, doja të kaloja në një tjetër dimension dhe fakti që vetëm 2 ditë më përpara, presidenti Trump zgjati për një vit gjendjen e emergjencës kombëtare lidhur me Ballkanin Perëndimor. Ka nisur me presidentin Bush dhe është për të rritur her pas here. Dhe dokumenti origjinal përmend në mënyrë specifike edhe pengimin e zbatimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën, si dhe veprime që destabilizojnë rajonin. Është ky një tjetër mesazh i administratës dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për praninë dhe rolin e saj në Ballkanin Perëndimor dhe kryesisht në aksin mes Kosovës dhe Serbisë? Në retrospektiv, pra, kemi parë që ligji për emergjencën kombëtare është nxjerrë fillimisht në vitin 2001, pastaj kemi përsëritur në vitin 2003, vitin 2021, vitin 2025 dhe i përsëritet tash për të fundit më 17 shoror, ku presidenti Trump e rikonfirmon se marrëveshjet ndërkombëtare, siç është marrëveshja e Daytonit që ka të bëjë me Bosnjën, siç është rezoluta 1244, siç është marrëveshja e Ohrit që ka të bëjë pra me konsolidimin e shtetit modern të Maqedonisë së Veriut. Përpos kësaj ka edhe elementin e korrupsionit dhe elementin e liderëve të cilët kanë premisa që destabilizuese rrezikojnë territorin e një shteti apo shteti tjetër. Pra presidenti Trump përmes këtij ligji për emergjencën kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës sankcionon mos ndryshimin e kufive, gjithsesi hartës politike të Evropës, e cila është vendosur në vitin pas shpërbërjes të RSF-s dhe formimit të shteteve të reja që përfundimisht kurrizohet me formimin e shtetit të Kosovës. Pra harta politike e kësaj pjese të Evropës për presidentin Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jetë stabile dhe ky ligj i emergjencës sanksionon pra çdo lëvizje tjetër e cila rrezikon këtë hartë politike të Evropës. Kemi parë pra në vitet e fundit pra tendenca që të destabilizohet Bosnia dhe Hercegovina përmes lëvizjeve në Republika Srpska. Pastaj kemi pasur edhe tendenca të ndërhyrjes në veri të Kosovës nga territori i Serbisë, ndërhyrjet nga ana e Serbisë në Maltezi dhe pastaj edhe ndryshimet politike që kanë ndodhur në Maqedoni dhe që rrezikojnë marrëveshjen e Ohrit, si është marrëveshja e Prespës me vendosjen e pushtetit të VMRO dhe PMN në koalicion me Aleancën Vlen apo tash partinë Vlen, e cila është momentalisht në pushtet në Maqedoninë e Veriut.